diskutimet për këtë pikë kanë përfunduar në seancën e jashtëzakonshme plenarit të mbajtur me 2 prill 2026. Prandaj luz deputetët dhe regjin që të bëhen gati për votimin e propozim rezolutës. Votojmë tash. Nëntëdhjetë deputet kanë marrë pjesë në votim, 49 deputet kanë votuar kundër, 34 deputet kanë votuar për, 7 abstenime. Nuk miratohet rezoluta për rritjen e çmimeve të naftës, mungesën e ndërhyrjes së qeverisë dhe ndikimin drejt për drejt në koston e jetesës, si dhe stabiliteti ekonomik i vendit. Vazhdojmë me pikat tjera të rendititës.